Jemi rikthyer në Star Plus, tu në emisionin Ping Pong, nga unë Aleksandr Prenga dhe kolegu im Nikolin Fërketa, i cili me kundërshton për çdo gjë. Dhe si temë për sot ne kemi emigrimin. Disa shohin emigrimin si mundësi, ndërsa disa të tjerë si kolegu im e shohin si një braktisje të popullit ton. Po sigurisht që ja braktisje. Po, Po, mandena në qoftë se të kundërshtoj. Po. Unë të kundërshtoj në bazë të argumenteve. Pra ti ke atë menimin se ti më kundërshton me drejt. Po sigurisht. Po mirë se e kush ka drejt në disa raste, unë apo ti? Tashi këtu duhet me e caktu publiku. Ja kilon publiku të i gjënë dorë. Pa. Po ku publiku? Publiku a ka i krejt në Europë, në Francë, në atja kujtën se na sheh emisionin tonë? Ne i shif në tanë botën. Ashtu, Tanë botën. Po, Po. Po pse deshte me ikë në Itali pra mos i shivesh në tanë botën? Sepse ky është një lloj protestet për sistemin. Pra ti deshte me bën këtë si tip proteste, gjëja se nuk kam çalypin këtë vend edhe po ikun. Një gjë, e ka marrë si trend këtë të arratisin që po ikun menjet e mira, po ikun krejt truni i Shqipnisë, e kujton se po ikë edhe kolegu tash dhe me kësa është truni i Shqipnisë, edhe kolegu. Po nuk ka të ikë vetëm truni i Shqipnisë me kolegu. Po kush ka ikë tjetër? Po ikun tanë, ikun gjitha shtresat e kësaj shoqënie. Po, Ikun për një jetë më të mirë. po pse si ikun për shembull deputet, ministrat? Pse si ikun? Po si janë të marrë. Ashtu, Ata nuk kanë pse me ikë. Jo, E që do bëjnë atje? Më thujti mu, që do bëjnë një deputet apo një ministër jashtë vendit? Po këto që do të bëjnë? Këtu? Ha? Po kush ka me e bë Shqipninë në të herë? A, Ikun e a shepra se ke ka mirë këtu për ata që munen me jetu, që din me jetu masa. Ata din për me jetu, sepse e kanë bë sistemin për vetin e vetë, jo Mirë. për qytetarin. Mirë koleg, a ti përmenjun disa faktorë se pse është i mirë emigrimi. Hajde urnë. Për shembull, a din ti se është rritje mirëqenies personale dhe familjare? Po sa migrantë shqiptarë kanë nisë lekmon familjet veta? Janë bë familjet më aristokrate, janë bë familjet më të pasuna, kanë përmirësuar nivelin e jetesë në familje. Dhe kjo është gjë e mirë. Ashtu, Po. Po ja, më koleg, se këtu po hub kapitalin njerëzor. A kupton? Këtu po ikun kryesisht profesionistat, këtu po ikun mjek, këtu po ikun student, këtu po ikun të arsimum. Po zbrazet ky vend, po zbrazet. Dakord. A kupton ti se ka edhe përfitime tjera, jo vetëm nga ana monetare, por merr edhe dije profesionale, se në diasporë ti përballesh me profesione të reja që këtu nuk ekzistojnë, përballesh me kultura të reja që këtu nuk ekzistojnë, dhe këto dije, këto eksperiencë ti i merr i sjell në vendin tënd. Po mirë, a ke vënë ti se sa migrantë shqiptarë kanë marrë dije po supozojmë në Itali e në Francë, Po. kanë ardhur këtu, kanë hapur restorante që kanë bërë diferencë dhe sot ju ka po horin krejt qyteti, krejt. Po është ndryshe se ti ke plot studenta që shkojnë për me studiu në vendet europiane, Po. edhe vinë edhe investojnë këtu, japin për vendin e vet. Po problemi këtu është sepse këtu ka shumë njerëz po ikun, Po. sa që ka ra në një mënyrë drastike lindshmëria në vendin tonë. Po mirë, më dakord, a kupton ti se kjo është diçka mirë edhe nga ana diplomatike, se ka shumë shqiptarë që i kanë dhënë zot mirë Shqipnisë. Për shembull në mjekësi, në diplomaci, në politik, në art, i kanë dhënë famë, i kanë dhënë zot për mirë, ose për shembull sikur e thellë vet ka edhe studenta që kanë shkuar në fakultetet europiane dhe atje kanë dalë me rezultate ekstremisht bukura. Kjo është gjë e mirë për ne. Po sigurisht që është gjë e mirë. Po ashe pra. Po mirë më çaj për shembull. Okej, studentat janë një shtres. Po këtu ne kena shtresën tjetër, që është shtresa familjare. A e din ti se çfarë pasojë është sjell kjo gjë, ky emigrim për familjet? Si për shembull? Si për shembull, burri është në emigrim. Po. Gruaja është këtu. Po. Fëmijët janë këtu. Po. Ti thu se ndahet familja, nuk janë më të bashkuar, nuk janë më sepse fëmijët kanë nevojë për figurën e baps. Po. Mandena krijohen konflikte, mandena krijohen keqkuptime, mandena fillon divorcie, kështu është shkatërru familja shqiptare. Një në shkaqet kryesore është emigrimi. Dakord, po. Në këtë aspekt i mundesh me pa edhe me sy tjetër. Se presioni i shoqënisë tu ka herë ndikon edhe negativisht. E ke pa këtë për shembull se thonë po pse rrin pa punë, shkove 40 vjeç pa punë, as je feju, as je martue, s'ke bë shtëpi, s'ke bë makine, edhe çfarë ton ky presion akumulohet se këtu edhe nuk ke shumë mundësi dhe çfarë bojnë, emigrojnë. Atje gjejnë veten. Gjejnë hapësinë një gjë, është punëtor shqiptari. Po problemi është ky. Pse shqiptari bëhet punëtor sa të shkelin kamën tokë të huj, pse nuk punon këtu? A ki po shqiptar që vjelin ulli në Greqi, bojnë namin, punojnë. Po këto ullit, tu thy deksh.
Si vjen kërkush. A don ti për me ta nxjerr një argument se pse shqiptari është punëtor atje dhe nuk është këtu? Pse? Sepse këtu nuk e lën ky sistem për me kanë punëtor. Këtu shqiptari rropatet, punon 8 orë, 12 orë, dhe në fund ditës e di se çka ka më marr? Çka ka më marr? Bukthot. Kjo është rroga e shqiptarit. Po atje merr më mirë, Atje? Po. Po atje të paktën e para punë si herë jeta është më e mirë. Po. Më e qetë. Rrogat janë sigurisht janë edhe më të mira. Mandena për gjithë ata që kanë fëmijë. Sigurisht që kush da me i qunë kopsht, kush da me i qunë shkolla, nuk paguajnë taksa më koleg. Atje këtu gjysa e rrogës, se s'po tham krejt rroga, po këtu gjysa e rrogës i ndërtu nga ky sistem shkon vetëm taksa. Po disa emigrojnë edhe për me ul tensionet shoqërore më burr, se disa nuk emigrojnë për çejf, disa kërkojnë azile. Disa janë sherr, na kena edhe fenomenin e gjakmarrjes. Disa shkojnë edhe me mbijetu, me pështu. Emigrimi nuk është për herë për çejf, më kurse kërkush në botë nuk bëhet emigrant për çejf. Na dim se sa vështirë është me kanë emigrant. Po më koleg, po ti e provove vetë, i shkove deri në doganë të kthyn mbrapsht. Imagjino. Tash a di se është një punë. Kjo puna, ky fenomeni tjetër i gjakmarrjes që tuti. A e dinti arsyeën sepse shqiptari detyrohet për me emigru jashtë, për shkak të gjakmarrjes. Sepse këtu kena një sistem që nuk e mbron dot qytetarin e vet. Nuk e mbron dot. Prandaj ai detyrohet për me ikë jashtë. Kaq, është shumë e thjeshtë. Po po don edhe me ndrua ambient shqiptarit, don edhe një klimë tjetër, don një gjë ka herë ky rrethi shoqëror ose familjar të bëhet ambient të myt. Po pse? Ai të kuptu, këtu është një negativitet i madh më burr. A ke vure? Po pse më burr dën vesh me kundashtu më burr? Si më burr kështu më burr? Po për këtë punë më rik shqiptare më. Pranoj më burr edhe vetë që nuk ka sistemi shqiptar në vendin e duhur më burr. Po mirë, ç'po po me e pranovon se unë nuk asem pagun kush, më thot ku në shto gjithmonë ato që flasin keq për ne. As mund nuk më pagun kush. Po ashtu, Po, sigurisht. Je sigurt, Sigurisht. Që nuk merr zorfa më pa krave të mi? Un? Jo, më koleg. Po çka ke pra se më kundërshton? 1-2 më kundërshton. Po të thash pra unë kundërshton në bazë të argumenteve. Këto janë argumente të cilat dihen. Po mirë. Po pse nuk është argument ky që emigrantët fitojnë lek atje e i nisin te familja? A është fakt më? Është fakt. A shef pra? Po. A shef pra se familjarët këtu presin lek prej ty në atje, sepse nuk kanë aq shumë të ardhuna nga ky vend. Mirë, a keni një rasti ku familjarët këtu i kanë nis lek atje? Po. Keni një rast? Po kam një rast. A shef pra? Ka raste. A shef pra që të bjen poshtë që the? Kujt ja ka nisë? Ha kujt? Fëmijëve që janë studenta. Aty ja ka nisë. Dhe se s'ka një gjamë me qeshu, po këtu është me kjame të madhe. Po fëmijët do t'jo nisin, se nuk kanë ku janë nisin tjetër. A di se është një punë, koleg? Ma di se është një punë. Këtu, me të thonë drejten, këtu varë shumë edhe ekonomia. Ato folë konë se do t'a presin për ty. Këtu s'ke nevojë se që me prej. Këvetëm e pa vesme më kundërshtu mu për që. Nuk është, këtu varët, shumë më shumë, këtu varët ekonomia aktive. A kupta një herë që këtu, remitancat, nimojnë, Kush janë të që t'nimojnë që? Remitancat. Qa është remitancat? Remitancat janë pjesat të cilën kanë bëjnë me ekonomin e vendit. Po këtu mërti vlla, këtu janë të kriju një varësi shumë të madhe, që po nxisin një prodhim real në vend. Në rregull? Se kështu është shkruar. Emigrimi nuk zgjidh probleme strukturore, i shtyn ata. Kur ta shohësh montazhin këtë pjesë do të qeshish pse se unë ta kam shkruajt Kastile. Lexoj edhe herë, lexoj. Po krijojnë varësi dhe nuk nxisin prodhim real. Emigrimi nuk zgjidh probleme strukturore, i shtyn ata. Vajte me rrevesh. Kastile kam shkruaj disa gjëra që kolegu të ketë kundërshtime edhe me veten ndonjëherë, jo vetëm me mua. Është më mirë ashtu. Mirë. A ke ndonjë person në familje, në punë, në shoqëni, në koleg që ka bërë emigrim dhe i ka rezultuar për mirë kjo gjë? Po më? Ashtu? Po. Ke për shembull? Ka persona që kanë ikë jashtë edhe s'janë kthy më. Në kuptimin që e kanë krijuar jetën e tyre në jashtë vendit. Mirë, a ka emigrantat që kanë shku atje, kanë fitu i farë lekut, i kanë bën i farë ekonomie dhe mrapa janë kthy prap këtu, me jetu këtu? Po. Ka edhe ashtu. Ka edhe ashtu. A shepra që kërkush nuk nal me emigru, me bën i grusht lek, po tham gjuhë popullore kështu me bën i grusht lek, marr me investu në vendin tënd. Se në fundit mor koleg,
kërkush nuk e ka zhvilluar shoqërinë shqiptare më tepër, edhe si mentalitet, edhe si ekonomi, se sa emigrantët. Këtë e them me 1000% binje. Ashtu, e? Po. Po atëherë, pra, pse këto familjarët që kanë met këtejnën, dojnë që mi i këthy këta emigrantë edhe herë këtej? Në ka marrë mali, hajde në këtheuni. Ose për shembull, pse shteti i bën thirrje emigrantëve që të vinë dhe investojnë në vendin e vet? Po shumë mirë, po se bo me investu në vend tuaj, ti e ke lekt hubumët. Se ti investon në vend tuaj, po nuk janë rregullat si këtej, nuk ka se ti e bën një pronë edhe ke tonën për jetë. Ati e blen, ti blen pronën, po nuk blen trullin. Dhe ti investon aty dhe mas disa kovet, ai trull, ajo tokë, ajo gjallë që ke investu ti krejt ajo godin, i me qëtetit huj më. Ulla prova për këto emigranta që kanë i kjo është erdhen këto, investune, se i tha shteti, hajdeni, investoni. Po, edhe investune, investunen, kryunen, nërtesa, biznesi. Po është problemi, po i ka nërti, po ko problemi? Problemi e se ja bën e rrafsh. Ja ke fjallën për këto që i shemen. I shemen. I kujt është fajtu edhe herë se së njëva mirë? Sistemi, këllë sistemi, ti tha hajdeni këtu, investonin këtë vend, ne do t'ju më pështesim, edhe në fund, ja përishë andrën e tyne të biznesit. Në regull? Ta shi kjo gja, atë nëllë t'ju atje ku shkan? Jo, atje nuk lanë me nërtu hyq nëse ti nuk i ke standartet. Stlajnë, e? E po atje nëllë, edhe kjo tjetra. Cila? Që në qovë se ti merë përsipër për më nërtu një biznes, që është edhe në favor të shtetit, shtetit subvencionan shok. Po, e? Thot sa lek duen, kaq orna që i ke, do pagush sigurisht me këste tjera, por janë këste që nuk të vrasin as ty, as biznesin që ke nërtu. Nga njëherë këto debatet tonë në studio nuk kanë pik vlere për ball opinionit publikut. Dhe tani është momentit ndjekim Vox Popet. 1, 2, 3. Apo ikin të rrit nga Shqipëria? Po natyrisht po ikin. Fatkeqësi e madhe. Mendimi im është politika shtetnore që e bën këtë e stimulon emigrimin. Fatkeqësi për ne, për këtë qeveri që kena, që nuk krijon shanse që njerëzit jetojnë. As nuk jena në luft, as nuk i kena gjatë borç, vetëm është problemi donë me zëvendësu me njerëz të tyne edhe me batë tokë djegun. Nuk ka nëllë herë Shqipni kë emigrim ka në tonë botën, po ka emigrim logjik. Se është edhe normalitet emigrimi. A mendon që është diçka e mirë për Shqipnin apo është negative? Keqe, ma shumë negative. Braktiset vendi. Nuk zhvillohet vendi. Punon për të tjertë, emigrimi është fatkeqësi. Megjithatë, me keme folë. S'ke me keme folë. Qeveri antikombëtare nuk trajtohet asnjëherë problemi që njerëzve t'i lamë, t'i krijon kushte që të punon, të jeton. Nuk jena të marë si shqiptar, jena të sjut, po që da, s'kena njerëz që na drejton. Edhe këta që s'kena njerëz, a strategjie tyne me na largune, për me vjedh këtë popull. 1, 2, 3. A mendon që Shqipërisë po ikin të rritë, po emigrojnë? Po, është e vërtet. Edhe është gjynof i madh që ikin. Më merr mendja se sistemi o kthy komunizmi në Shqipëri siç ka qenë para 90-s. Pra ne ikin të rritë. Pa mendon që është diçka pozitive, ikja e trive se ndoshta rrit ekonominë e vendit apo jo? Absolutisht jo. Pse jo? Nuk ndikon. Që sikush e ka menin për veten e vet. Ç'pun ka me ekonominë në Shqipëri? Ekonominë në Shqipëri le ta bëj qeveria. Shteti o komunist. Mbaroj kjo punë. O kthy komunizmi siç ka qenë në 90-ën. Me këto, pra ne ikin të rritë. Pse ikin? Cila është arsyeja kryesore? Nuk mund të rrinë, nuk ka këtu asnjë lloj privilegji. Të rritë këtu nuk kanë asnjë lloj privilegji. Bota i stimulon me të gjitha gjanat. Ku jeti? Ti që e pasi kjo? Trive. Ato dur shumë gjona. Kështu e mendoj unë.
82 vjeç. 82. A ke fëmijë jashtë, një pa Kam mes? 2 çuna dhe i gocë të 3 kam jashtë. Që jashtë, je i lumtun që janë jashtë? Nuk jam shumë i lumtur, Pse nuk vinë ato këtu? sepse janë më rehat atje pranaj. Po trit, a mos vallë po ikin që me gjetë rahati atje? Po pranaj ikin, ato për rehati ikin, nuk ikin për me shkum për më keq. Me thënë drejtën tamam të rrit ikin për më mirë. Po ndikon edhe sistemi. Si mund të rregullohet kjo gjatë që të mahen trit këtu? A vinë nga Gjermania të vinë në Shqipëri? Pse s'vinë? Ky thotë Shqipëria është më e mira në Europë. Shqipëria është e fundit në Europë. Mos them botë. Edhe në Bangladesh ka më mirë se në Shqipëri. 1, 2, 3. Kjo është negative, pa dyshim. Pse është negative? Pse është negative? Po të rinjtë, ja të shine, mua për shumë s'ka kush më të nëson në punë, me zemë. Të rinjtë duhet të punojnë, të bëjnë, të arsimojnë e gjitha, po problemi ka shteti. Faktikisht, shteti rriti pensioni. Po rriti pensioni ti s'ke vend punë, s'ke të ardhme këtu, s'ke jetesë. E të të mërë të shkosh larkë. Cila është arsyeja kryesore që po ikin trit? Po, emigrimin ai më mirë të bëjë, domethënë revolucionin çek që quhet. Revolucioni çek që kishte 40 vjeç, e lartë nxori tërë pension, të rinë t'i futi në punë. Me sigurimet e pensionit zveqin, nxori, me sigurimin tënd, i e pensionistëve. Kështu bëhet ata. Të futet të në punë brezirit, mos ik. Çfarë tash më 70 vjet të nxjerrajnë pension. Nuk rojnë, po t'ishe edhe në kone vero, që sa 25, 55 pension, që të rinjtë të kishin mundësi të arsimoshin edhe të futsin në punë. Mbarojnë shkollën e direkt në punë. A je në punë? Po. Ka 3 të vëllin punës ku jeti? Jo. Bile mi rundua edhe ndim sa e tërë, së vjen njëri. Paga është e lartër, për së vjen. Edhe pse është paga lartë, nuk ka 3. Qa të bëjmë, thotë, gjyshit të sa unë do të thotë. Po se shpunarën do iki. Se unë spuroj me, u bajta 55, të shime të punoj. 1, 2, 3. Emigrimi nuk është ping-pong, është vetëm ping, ik. Do ma? Po pongu, kush është në të rast? Pongu jemi në budallën që kemi ngellë këtu. Pingu iku. Po pse ikin trit? Po se ikin, po që ke këtu, se s'ke asë garanci, s'ke asë gjo, absolutisht. Po e mendoj unë për t'ikur të rinjë, po e mendoj unë për t'ikur. Jo më largë sot më gjesë. Po ma. Këtë do që të kapësh, ku do që të kapësh, vetëm hajdu të gjenë. Asë që gjithë titër. Sukur i kanë pronat e babajt. Po cila është arsyeja kryesore që po ikin trit? Po s'ke mëre asë i gjithë sigurt këtu. Qa ketë sigurt? Ti je i sigurti. Asë që, asë njeri, asë ti asë unë. Asë që s'ketë sigurt. Studenta ka, nuk është se nuk ka. Mendon që mund të investojnë këtu apo jo? Vazhdojnë akoma për inerci studentët se kanë pasur dikur mentalitetin që dhe shpinë shisnin vetëm të shkollojë fëmia. Edhe vazhdojnë akoma për inerci me ata. Po çfarë po bëjnë ata që për punor kamarier? Marrosh inxhinierin për punor kamarier. Po ikin se s'ka vende pune? S'ka as vende pune as gjë, s'ka. Apo nuk dojnë që me punu të rrit? Jo. Si s'do me punu? Gjithë do me punu. Nuk ka as lloj garancie. A mendon që një në shkaqet është edhe rroga e vogël apo si? Jo, nuk është. Nuk është çështje rroge. Si fillim duhet ndihesh rahat, duhet ndihesh i sigurt. Fillon një punë, nuk je i sigurt nëse do të pranoj apo jo. Ai zgjedh me gruan në darket, mëngjes pushon nga puna, do të nxjerrë dufin, nxjerrë një natë. S'ka as lloj garancie pra. Çfarë do të më shumë? A shë pra kolegë se ka dhe njërës që menojnë sikur menoj unë, jo vetëm ato që menojnë sikur menon ti. Me shto, e? Po. A ti mendon që janë shumica këto? Shumica, po si? Ka njës që e kanë folë realitetin si duhet, pavarësisht se ty i s'pëlqen. Unë për herë përfaqësoj shumicën. Pse unë, që përfaqësoj? Pakicën më për ti, po kuptohet e gjë. Na shkënjive tash. Ashtu e? Regjia për me njofton për një lidhje direkte me personazhin AI të inteligjencës artificiale Hania. Si mendon kolegë, ta thrasim në studio? Unë mendoj që mas me athjerë, kolegë. Pse? Po mas me athjerë, se herën tjetër nuk o bëte me kësi e mirë. Ashtu e? Po i këtë herë kam frikë se nuk ta puna banë si e mirë. Po mirë më bërse kjo emision ashtë edhe po s'bani si e mirë, do të mundona të paktën e dy të sillemi mirë me të se ajo nuk është njeriu, burr, ajo është inteligjencë artificiale. Ajo ka të dvanat e veta, ato
Hajde ma thjerë, hajde. Hanja, mirë se erdhe në studion e Ping Pong. A është emigrimi shenjë e zhvillimit të shqiptarëve apo thjesht një ikje nga realiteti jon i përditshëm? Faleminderit për ftesën. Kam analizuar rreth 12 miliard rrjeshta të dhënash dhe 3 miliard statuse në Facebook. Dhe rezultati, shqiptarët largohen për çështje të ndryshme, disa për mundësi të reja, disa për mësimin e gjuhëve të huaj dhe disa të tjerë thjesht sepse sapo dëgjojnë në zyrën tjetër, aktivizojnë instinktin e fluturimit. Pra ti Hanja mendon që ne po zbrazemi, që vallni po metet bosh? Nuk do të thoja krejtësisht bosh. Popullsia është si një sistem kompjuterik. Kur një pjesë nuk funksionon, kërkon një server të ri. Po mirë Hanja, si mendon ti? A është pozitive fakti që shqiptarët dita ditës po bëhen banor të globalizmit, të botës pra me pak fjalë? Ka plot avantazhe. Diaspora sjell kapital, aftësi dhe rritje globale. Por nëse do më pyesnit, a ka më shumë shqiptar brenda apo jashtë vendit, përgjigjja ime do të ishte po. E pra, koleg që edhe inteligjenca artificiale thot që po rritet emigrimi. Po. Hanja, na thuj pak lutem, si ta bëjmë ne që mos rritet ky emigrim? Se më duket këtu sistemi ka nevojë për rifreskim të plot. Rekomandimi im, ulni sorollatjen burokratike. Nëse njeri duhet të firmos 27 dokumente për diçka bazë, ai do të fluturojë më shpejt se fibra optike. Ky quhet edhe efekti ping-pong. Goditja sa nga një sportel tek sporteli tjetër dhe gjen shpëtim tek fluturimi. Tash më duket si e to marr muhabetin me pak humor. Pra Hanja ti mendon se emigrimi mund të jetë cikël, pra njerëzit që ikin një ditë herët avon mund të edhe të kthehen përsëri po thu. Shqiptarët janë shumë të lidhur me vendin e tyre, por disa kthehen edhe pa plan, si për shembull, kur kthejmë telefonin në fabrik kur nuk karikohet aq sa duhet. Po nëse nuk kthehen, atëherë Shqipëria duhet të funksionojë më mirë, kuvendi të mos rri vetëm dhe raketat të mos mbesin pa topin e ping-pongut. Dakor, po si mas te Hanja, çfarë opinionit kanë lënë shqiptarët në diasporë? Kanë lënë opinion për mirë apo për keq? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. 50% kanë opinion pozitiv, 30% kanë opinion negativ dhe 20% kanë opinion të përzier. Por, kur dikush e parkon makinën keq, të gjithë thonë, ky është shqiptar. pra ti thu që shumica lënë përshtypje të mirë. Patjetër, shqiptarët punojnë shumë, disa prej tyre hapin biznese, disa shndërrohen në shefa kuzhine, IT-je, infermier, futbollist, madje edhe pronare lokalesh. Po kjo pjesa e opinionit keq, ku del ty? E pa i 30% që i flitet për grabitjet, sherret, përplasjet dhe qërshia mbi tort, shtëpit e barit. Shqiptarët me punu në shtëpia bari? Si ka mundësi më, ka shpifje. Jema me shumë mundësi do të kesh nga tru në dosjen sistem, po shi e mirë ti Hanja. Informatat e mia janë të sigurta, ata vinë direkt nga sistemi Teams. Po mirë, ndërrojmë temë sa s'na ka dalë në emër që e njojmë. Ti Hanja, ba me kënë ti vetë njeri, a do të kishe nejtë Shqipnia, apo do të kishe emigru jashtë shtetit? Pa tjetër që do të kisha ikur. Unë e kuptoj se çfarë bëni ju të dy akoma këtu. Pse nuk jeni larguar edhe ju si familjar dhe të afërm të tuaj? Po ku i din kjo më? Si i din kjo këta punë? Po kush e ka thënë kësaj? Kjo i din tona. O, Hanja, ishte knatësi për ne që ishe me ne në studio dhe bashkë miropashim. Takohemi javën tjetër. E pra dashur publik, sonte e pam qartë që emigranti shqiptar është një top ping-pongu që goditet e stërgoditet dhe sërish gjen forcën për të qëndruar në këmbë, për gjetur një mundësi diku larg që këtu ndoshta nuk e gjeti. Në fund të fundit, kjo është një histori guximi. E pra, po historia vanit këtu. Ndoshta topi fluturon bukur, por tavolina jon po mbetet bosh. Një vend nuk bahet me valigjë në aeroport, por me njerëzit që zgjedhin të qëndrojnë, të ndërtojnë, të përmirësojnë atë që ne kemi. Ndoshta e vërteta ndodhet mes raketës që gudet dhe raketës që pret. Ndoshta mes ëndrës për të ikur jashtë dhe ëndrës për të qëndruar në Shqipëri. Po sepse emigrimi nuk është as shkop magjik, as mallkim. Është një rrugë ku secili zgjell vetë drejtimin, edhe kur sërullatet në përzyra si top ping-pongu. I dashur publik, faleminderit që edhe sonte ishit me ne.
Ne u bashkoni sërish javën tjetër. Natën e mirë.